Atëherë, në fillim të bisedës dua që të diskutojmë rreth asaj çka po ndodh në Ukrainë. Zelenski paralajmëron një takim me Putin për përfundimin e luftës. Ka një, le të themi, është hartuar një plan me disa pika, por ende nuk kemi një diçka konkrete. Zhvillimet si që përmendet janë shumë të vrrullshme në këto ditë. Në fakt, ka edhe në fushën e diplomacisë, por edhe në front, në luftë. Në front vazhdojnë luftimet e ashpra, forcat ruse po përparojnë me kosto të lartë dhe me shumë humbje dhe shumë avash duke. Ndërkohë, Ukraina nga ana saj ka vazhduar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Rusisë. Bëhet fjalë për një goditje në një rafinerie shumë të fuqishme që furnizon në gjithë jugun e Rusisë me raketa Storm Shadow. Pra, lufta po vazhdon. Ndërkohë, në frontin diplomatik ka një ecuri mjaft dinamike edhe këtu. Pas takimit e Miamit është dakortësuar, Perëndimi ka dakortësuar një plan. Do ta themi që është një plan i dakortësuar vetëm nga Perëndimi. Pra, Ukraina, SBA-ja dhe liderët evropian. Dhe ky plan me 20 pika tashmë është bërë publik, domethënë është komentuar publikisht, sepse planin askush nuk e ka pa publikisht, është komentuar nga presidenti Zelenski dhe mendohet që është një draft shumë i mirë për bisedime të mëtejshme. Në këtë plan dy janë shtyllat kryesore ku përqendrohet e para rrugja e sovranitetit, rrugja dhe njohja e sovranitetit të Ukrainës. Para dhe e dyta garancitë e sigurisë për Ukrainën. Po ta studiosh planin me 20 pika në tërësi për kaq sa është bërë publik, Ukraina ka disa tërheqje në disa drejtime, por që nëse këto nuk dihet nëse këto do të arrijnë ta kënaqin apo jo presidentin Putin. Një zhvillim tjetër i minutave i orëve të fundit është edhe synimi edhe takimi që Putin ka reaguar në fakt, thotë që ne jemi të gatshëm që të bëjmë një marrëveshje për të shmangur luftën me NATO-n e më tej për shkallëzimin në Europë. Putin gjithmonë i gatshëm nga qenë, në thojza, domethënë po gjithmonë kanë nxjerr pretendime të reja. Po të jetë kjo, atëherë po të jetë vërtet kjo, të jetë me dashamirësinë e Putinit apo të jetë me atëherë presidenti Trump besoj se mundet që të organizojë një takim tresh për të vënë pikat mbi për këtë pjesë të planit. Unë po thoja plani është Po, siç e tham fillimisht, Zelenski ka njoftuar që do të ketë një takim me Putin për përfundimin e luftës. E tham që në krye të herës këtë. Po se kur do të realizohet? Po, e tham, faktikisht edhe para se disa ditësh kur vazhdojnë bisedimet në Miami, presidenti Zelenski përmendi një takim tresh e tre liderëve, por rusët këtë thanë ne nuk kemi dini dhe nuk jemi të përgatitur. Tashmë mundet që kjo të jetë tërësnia e presidentit Trump. Pra, duket presidenti Trump i ka lëshuar të gjitha bateritë e tij, po e themi në mënyrë të figurshme, për ta realizuar një takim tresh dhe për ta finalizuar këtë plan, sepse ai kërkon në çdo formë ta mbyll këtë konflikt. Pra, kur them ta mbyll, jo ta zgjidh, domosdoshmë se zgjidhja është liçik afatxhat dhe kërkon një Po që të ketë një armë pushim më pas të negociohet, po. Po, pra, çfarë pritet të lëshojë Ukraina, zoti Shala? Po, urdhoni? Çfarë pritet të lëshojë Ukraina? Ukraina ka lëshuar shumë gjëra, deri dje disa gjëra quheshin të padiskutueshme, sot janë të negociueshme. E para, Ukraina në planin e ri nuk përmendet, domethënë nuk ngulkan për antarësimin në NATO. Pra kjo është një vishim që e ka bërë Ukraina. Do të themi ne pastaj NATO ka marrë përsipër mbrojtjen, po sigurisht që të investojë. Po, e para kjo, e dyta, ne indirekt janë pranuar dhe shkëmbimi i territorëve, pavarësisht se janë lënë disa opsione. Cilat janë opsionet? Opsionet janë që po të tërhiqet Ukraina mund të tërhiqet, pra nëse nuk bie dakord për ngrirjen e konfliktit në vijat që janë, edhe në zonën që pretendojnë t'ju kthehet rusëve, të ngrihet konflikti aty dhe të dy palët të tërhiqen në mënyrë të barazlarguar nga vija frontit. Pra, janë dhënë disa opsione dhe ajo zonë kthehet në një zonë të demilitarizuar, në një zonë
e lirë ekonomike me vonë, por që ka shumë pikpyetje sepse kush do ta administrojë, kush do ta drejtojë etj etj. Një lëshim tjetër është që këtu tashmë ky plan i ri nuk përmendet më një forcë shumë kombëse apo një forcë të koalicionit të vullnetit mirë. Pra nuk po përmendet më këtu në këtë plan. Pra janë një sër gjëra që janë bile po ta kapësh holl aty edhe integriteti territorial nuk përmendet, nuk citohet shumë. Të thuhet të ruhet suvereniteti i Ukrainës, po nuk përmendet integriteti territorial. Pra duke lënë hapësira edhe për lëvizje territoriale. Mund të jetë të cënueshme, pikërisht. Pse po lëshon kaq shumë Zelenski në këtë pikë? Nisë gjëra që Ukraina ka toleruar, pse duket pastaj nëse ruset e kanë seriozisht, atëherë është tamam momenti për një takim tresh midis tre lider për të vendosur pikat mbi i, domethënë, në këtë rast. Tu problemi më i madh. Zoti Shala, ju pyeta pse Zelenski zgjedh këtë moment për të bërë kaq shumë lëshime. Ndërkohë që përgjatë gjithë kohës është treguar i prerë që ne nuk lëshojmë territore dhe nuk heqim dorë nga asnjë pjesë e Ukrainës. Nuk ka zgjidhje tjetër. Në politik nuk ka zgjidhje tjetër, ndërkohë që dimri po vjen i egër dhe Rusia ka punuar me një plan afatgjat për shkatrimin e gjithë infrastrukturës energjetike. Në fund fare nuk ka mundësira tjera. Pra ajo që është fakt, puna është që ajo që është fakt mos bëhet de jure, pra mos pranohet edhe Zelenski këtë ka thënë që ne nuk lëshojmë territor, ka parasysh për mos njohjen e atyre territorëve të pushuara, për mos njohjen de jure të atyre territorëve. Pra kjo është mjaft e rëndësishme. E rëndësishme është sidomos garancitë e sigurisë. Nëse jepen garanci sigurisë për pjesën tjetër të mbetur të Ukrainës, pra për 80% tjetër, se 20% që tashmë është nuk diskutohet tashmë, ajo është në kontrollin rus. Puna është tu për pjesën tjetër që gëzoj suverenitet plot dhe të jetë mbrojtur. Nuk ka asnjë lloj, domethënë do gjetë mekanizma për mbrojtjen dhe këta shpesh edhe në këtë marrëveshje që presidenti Zelenski përmend, thotë që i do të një mbrojtje, një garanci sigurie që i referohet në Nivelit 5. Po, nëse do t'i referohet në Nivelit 5 është një problem i madh. Kush do ta japi këtë garanci? Do ta japi NATO? Nëse do ta japi NATO, atëherë gjithë vendet anëtare NATO-s bien dakord që nesër nëse Rusia shkel marrëveshjen do të hyjë në luftë, pra fillon lufta tretë botërore i bie. E dyta, nëse do ta japi këto garanci NATO, duhet që parlamentet e gjithë vendet anëtare NATO-s ta miratojnë këtë plan. Pra ka një pas tjetër. Nëse këto garanci do t'i japi Bashkimi Evropian, edhe kjo ka procedurat e veta. Këtu mos harrojmë pozicionet e Slovakisë, të Hungarisë, të cilat do të vënë veton, apo do ngelet për një garanci sigurie nga tre shtetet kryesore, siç janë Gjermania, Franca dhe Anglia. Pra ka shumë për të diskutuar. Të mbetemi pak, po. Kurse sipër pa prezencën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra një sër problemesh që besoj se mund të gjejë zgjidhje në rastin e takimit të tre krerëve të shteteve. Kjo është mbetemi pak tek Europa, zoti Shala. Ka një mosmarrëveshje të fortë, madje deri diku shkon edhe në përplasje, duke u bazuar tek deklaratat mes Merz dhe Macron. Merz ndihet i tradhtuar nga Macron, ndërkohë që shihet një tentativë për të riafruar e presidentit francez me presidentin Putin, pavarësisht se i kanë patur marrëdhëniet të vazhdueshme, ndërkohë që Britania thuhet se qëndron pas provokimeve ukrainase në Turqi për të krijuar një tjetër konflikt ndërmjet Rusisë dhe Turqisë, pra për ta zhvendosur vëmendjen. Presidenti Macron ka patur raporte, edhe mos harrojmë që në fillim të konfliktit ishte presidenti Macron që u takui i pari apo komunikoi në një telefonat me presidentin Putin apo dhe u kritikua shumë nga liderët evropian. Po fjalë për në vitin 2022. Por presidenti Macron këtë e ka justifikuar që pse ne europianët, të cilët jemi shumë të interesuar për këtë konflikt, sepse ne po e mbajmë efektivisht pjesën më të madhe pakesës për të armatimit e tjerë për Ukrainën, ne të komunikojmë me Rusinë me ndërmjet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra është punë rivaliteti kjo. Kjo është një thik me dy presa tashmë. Kjo Putini ka shprehur më një herë gatishmërinë për këto takime, por në farë mënyrë kjo mund të
mund të cënoj pak atë rolin e presidentit Trump si negociatori kryesor. Pra do duket çfarë roli do luajë kjo pozitiv apo Putini në këtë rast shpreh gatishmëri dhe synimi i tij është që të krijojë një përçarje midis Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa përket asaj që thotë që ato janë informacione të inteligjencës, janë informacione që përhapin rusët, në fakt, që prapa përpjekjeve të Ukrainës për ta përhapur për ta larguar apo për ta përhapur konfliktin edhe jashtë vijave të frontit, sikur qëndrojnë shërbimet britanike, unë nuk mendoj se ka interes as britanike që lufta të hapet deri në MSD, sepse hapja e saj në MSD siç ishte rasti goditjes së cisternës të flotës hije mund të shkaktoj implikimet e tjera të vendeve të tjera, apo goditja nga ana e rusëve të dy tankerave të Turqisë. Pra kjo faktikisht në këtë moment po shohim që forcat ukrainase, është lajm që po transmetohet në titrat e Top News, kanë goditur sërish Rusin, sigurisht me raketat britanike. Po, ato kanë goditur targetet e tyre, ato që ata i kanë, bëhet fjalë për një rafineri shumë të fuqishme që furnizon të gjithë jugun dhe janë goditur me raketa britanike. Britania nuk e ka mohuar asnjëherë që ka dërguar raketa të saj. Dhe këtu vetëm Gjermania që nuk dërgoi dhe tha që do dërgojnë dhe nuk i dërgoi, kurse Britania nuk ka fshehur asnjëherë këtë. Dhe kjo ka qenë një parlament për të thënë, me sa duket ishte në përgjigje edhe të avioneve strategjik bërthamor që fluturuan afër briqeve të Britanisë. Pra për ta kërcënuar. Kjo ishte një farë mënyrë edhe një përgjigje për këtë, kjo goditje me raketa britanike. Pra britanikët përsëri dhanë sinjalin që ne mund ta furnizojmë akoma më shumë Ukrainën me armë moderne që të godasin në thellësi. Këtu problemi është që taktikisht në këndvështrimin tim proklamimi apo shpallja e këtij plani 20 pikësh nga presidenti Zelenski nuk mund ta quaj zgjidhjen më të mirë. Këtë do ta shpallte presidenti Putin, në fakt, ose delegacioni amerikan, sepse shpallja e këtij plani nga presidenti Zelenski në një farë mënyrë ja hoqi mundësinë rusëve që nëse do ta pranonin planin të quhen si fitimtar. Tashmë ky do të quhet plani i Zelenskit, nuk do të quhet më plani i Trumpit. Kështu që gjithsesi i humbur është sërish Zelenski. Gjithsesi i humbur është sërish Zelenski, duke qenë se do humbas territore. Nuk ka zgjidhje tjetër. Pra është një kompromis që ka kosto. Në luftë kosto ka, po kryesorja që mos briten tashmë njerëz të kaloj kjo periudhë dimri që është shumë e ashpër të kaloj, domethënë mos ketë vujtje për popullin e Ukrainës dhe pastaj një pjesë të problemeve do t'i lihen edhe kohës. Aktualisht Ukraina, pa mbështetjen e fuqishme amerikane dhe perëndimore, nuk ka kapacitete për të rifituar territoret. Pavarësisht se dikur presidenti Trump deklaroi se ata mund të riftojnë. Rifitimi i territoreve bëhet nëse perëndimi do të jetë i bashkuar, Shtetet Bashkuara do ta mbështesin me armatim dhe do të bën blok perëndimi përballë Rusisë dhe vetëm atëherë ata do ta detyronin Rusinë që të ulin në tavolinën e bisedimeve. Plani nuk miratohet, Rusia nuk pranon plan paqe kur është ftuar në tavolinën e bisedimeve. Rusia do pranoj plan paqe nëse është detyruar të ulet në tavolinën e bisedimeve. Zoti Shala, e përmenda enkas ndërhyrjen e shërbimeve britanike, ashtu të paktën siç thuhet në raportet midis Turqisë dhe Rusisë, sepse ka një tjetër rajon që duket se po luftohet për të patur influencë. Cili shtet ka më shumë influencë në Ballkan? Rusia apo Turqia? Ndërkohë që kemi një reagim shumë të ashpër të presidentit Vučić, i cili ndodhet edhe një pozitë shumë të vështirë politike, i cili thotë se unë jam i zhgënjyer me Trump dhe me Putin, sepse Shtetet e Bashkuara dhe Turqia po armatosin Kosovën kundër Serbisë. Pra duket se edhe Putin nuk është se po investohet shumë. Kjo është pjesa e retorikës dhe pozitës vështirë që ju përmendet të presidentit Vučić. Ai dihet përndryshe, shiko, Kosova ka marrë disa armatime edhe nga Turqia dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë armatime të kontraktuara, të blera, të paguara me kohë. Pse vjen kjo deklaratë e Vučić kur Serbia ka blerë rreth 2.2 miliardë euro armë
Vetëm vitin e fundit. Ajo është pjesë e strategjisë ti për konsum të brendshëm, për konsum politik të brendshëm. Nuk e besoj se ka vlerë në raportet ndërkombëtare. Nëse do ta shohim mesazhin e ka marrë edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë Vučić në ligjin e miratuar para disa ditësh që firmos nga presidenti Trump, që është akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare, është një akt i cili është një akt juridik operacional, pra ndryshe nga strategjia që është afatgjat, kjo ka fatin brenda një viti ku miratohen edhe buxheti për ushtrinë dhe veprimet e ushtrisë. Në këtë akt përmenden specifikisht Kosova, përmend specifikisht mbrojtja e Kosovës, investimin në Europë. Pra, këtu është acaruar më tepër, mendoj presidenti Vučić. Gjithashtu këtu përmendet përpjekjet për ta kufizuar ndërhyrjen kineze dhe ndërhyrjen ruse në Ballkan. Pra, ndryshe sa flitet në strategjinë e sigurisë kombëtare, që është një dokument afatgjat dhe strategjik, pra është dokument politik, jo dokument juridik dhe operacional që duhet zbatohet me hapa të përcaktuar. Ky është një dokument këtu qartë që Europa do të mbështetet, Ballkani do të mbështetet, Kosova do të mbështetet. Dhe kjo është arsyeja që Vučić ka reaguar në këtë mënyrë. Ai do të këto i përdor për konsum të brendshëm, sikur ai po përpiqet gjithçka, ndërkohë që edhe Rusia tashmë me sa duket ka lëshuar, vlerësoi presidentin, sepse ai bëri për një kohë të gjatë lojën e dy karrikeve, nuk ka kapacitetet ai as të Titos, dhe nuk jemi në kohën e luftës stop që mund të bënte lojën e dy karrikeve. Ai duhet pozicionohej qartë që ka kaluar koha e tij. Zoti Shala, unë ju falenderoj shumë për prezencën dhe për të gjitha opinionet dhe informacionet që ndat me ne. Ju uroj një ditë sa më të mbarë. Faleminderit. Faleminderit.